Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, ka zhvilluar pasditën e dieshme takim me të rinjt dhe të rejat në qytetin e Korçës. Ky takim ka qenë në kuadrin e shpërndarjes së 240 kartave të reja të antarësisë. Duke u drejtuar të rinjve të sapo antarësuar në Partinë Socialiste, Rama u shpreh se ata jo vetëm duhet të hyjnë në Partinë Socialiste, por edhe duhet të jenë pjesë aktive e saj. Ju jo vetëm të hyjnë në Partinë Socialiste, por edhe të qëndroni në Partinë Socialiste. Dhe unë besoj që pa ndryshuar politikën, asgjë tjetër nuk ndryshon tot në mjedisin ku jetojmë, dhe politika pikërisht për këtë arsye ka lindur, për të bërë të mundura gjëra që njerëzit nuk janë rindur vetë. Dhe unë besoj që Partia Socialiste i ka mundësi për të qenë hapësira ku njerëzit bëhen bashkë me të tjerë dhe të realizojnë dëshira, aspirata, ambicje që nuk i realizojnë dot duke qenë vetë. Dhe kam po ashtu bindjen që bashkarisht ne mund ta bëjmë politikën atë çka politika është në vërtetë. Diçka krejt tjetër nga gjëja që ju e shihni për ditë dhe që ju ka neveritur rëndom si një shfaqje e ullët, plot bark, plot lërk, plot gënjeshtra dhe dështime. Duke i ftuar të rinjt të mos rrinë larg politikës, Rama tha se vetëm së bashku mund të luftohet papunësia rinore. Të merresh me politikë do të thotë luftosh bashkë me tjerët kundër padrejtësive që sherrë rreth rrotull, që prekin vendin tënd, që prekin popullin tënd, që prekin grupin tënd shoqëror, po pa pritur që padrejtësia të vijë dhe të prekë ty personalisht. Sot padrejtësia e papunësisë prek në mënyrë masive të gjithë të rejat dhe të rinj që dalin në universiteti. E pra, duhet filluar dhe luftuar që sot kundër kësaj padrejtësie dhe kushdo që është sot në universitet, që është sot në shkollë, nuk duhet presë që kjo padrejtësi të vita prek drejt për drejt nesër, por duhet bëjë ç'është e mundur, duke u marrë me politikë, duke bashkuar zërin e vetë me zërin e tjerëve, që nesër këtë padrejtësit mos e gjejnë në rrugën e vet. Dhe kjo është dita për të kuptuar se me marrjen e tesrës së Partisë Socialiste dhe me kapërcimin e pragut të Partisë Socialiste, juve nuk jeni një njeri më shumë, një numër më shumë, por jeni një burim më shumë energjish, idesh dhe forcash për të bërë të mundur që të qëndrojmë së bashku në mënyrë që nesër të shmangim atë që sot ndodh rëndom me të reja e të rinj që nuk kanë ndihemrin e dur, në thonjza, që nuk kanë lidhjet e dura, në thonjza, që nuk kanë paratë e dura, në thonjza, për të marrë atë që u takon pas sakrificash të panumërta të prindërve të tyre dhe një investimi shumë vjeçar të atyre vetë për të diplomuar dhe për të mundur që të jetojnë me frutet e këtij investimi. Kryetari socialist u ka bërë apel të rinjve që betejën ndaj fenomeneve si papunësia, korrupsioni e varfëria ta luftojnë edhe për prindrit e tyre. Mos i lini vetëm prindrit në betejën e tyre me papunësin, me varfrin, me çmimet e larta, me korrupsionin që e ndeshin në çdo derë dhe që i pengojnë që të bëjmë për ju atë që ju meritoni, që të mund t'ju japin ju mundësin që t'i keni të gjitha ato gjëra që dëshironi, që të mos dridhen kur datët e kalendarit kalojnë gjysmën e parë të muajit dhe kur
xhepi i ekonomisë familjare fillon dhe zbrazet. E pra, për gjitha këto duhet luftuar sot. Dhe kjo është pjesë e domethënies që ka karta e antarësisë Partisë Socialiste që ju merrni sot dhe kapërcimi i pragut nga njerëz që jeni marrë vetëm me punën tuaj në kuptimin që tha dhe Niko, në njerëz që dëshironi të merreni edhe me një punë që s'është e juaja personalisht, por që është e jona bashkarisht, e gjithë bashkë.